Shikoj nderuar, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Ekzistojnë me mira borxhe të cilat kompanitë si publike dhe ato private i kanë shtetit për ujin që e shfrytëzojnë. Ani pse Kosova është mjaft e varfër sa i përket rezervave të ujit, por pse janë kriju këto borxhe? Kush nuk po e paguan dhe pse Ministria e Mjedisit nuk po arrin me zbatu ligjin e ujrave, respektivisht udhëzimin administrativ i cili rregullon pagesën e tarifës ujit, ndërkohë që ne për këtë ujë që po e pim paguajmë taksa. Për të diskutuar për temën e sonte me mua në studia janë Naser Bayraktari, drejtori i Departamentit të Drejtorisë së Ujrave, Ministria e Mjedisit, Gjelosh Vataj, kryeshef ekzekutiv nga Ujësiellsi Ranal Prishtina, Fidaim Jashari nga Shoqata e Ujësiellsve dhe Kanalizimeve, si dhe në anën time të majtjan Avdi Xhambalaj, ish punonjës i Drejtorisë së Ujrave, hartuesi i udhëzimit administrativ për taksat ujore dhe Naim Krasniqi, gazetar i emisionit Drejtësia në Kosovë. Mirë se erdhët. Naim, po e filloj me juve. Para 2 javë ju keni raportu për një tematik mjaft problematike në Kosovë. Pasi që një palë kishte raportuar në kallzo.com, ju keni hulumtuar një temë për mos pagesën e taksave të ujit. Apo na tregon fillimisht çka keni gjetë? Çka janë gjeturat e ujit? Ku ka problemi me borxhin e taksave të ujit? Pse ka problem? Po, ashtu pas një raportimi që na kishte arritur në kallzo.com, ne filluam një hulumtim dhe adresa e parë jona ishte Ministria e Mjedisit. Në gjeturat e hulumtimit tonë tregojnë se ligji për ujrat i Republikës së Kosovës nuk është duke u zbatuar, po ashtu edhe udhëzimi administrativ 06/2006 i cili rregullon taksën për mënyrën e pagesës së taksës ujore, po ashtu nuk është duke u zbatuar dhe gjetura më e çuditshme ishte që asnjë nga zyrtarët e Ministrisë së Ambientit, duke filluar nga ministri, sekretari i përgjithshëm dhe drejtori i Departamentit të Ujrave, nuk kanë të dhëna të sakta se sa është borxhi që operatorët ekonomik nuk kanë dhëna të sakta as ministri, as sekretari i përgjithshëm, as drejtori. Të dhënat që na i kanë ofruar, sa është borxhi? Të dhënat që na i kanë ofruar nuk janë të ngjashme. Ministri jep shifër tjetër, sekretari jep shifër tjetër dhe drejtori i Departamentit të Ujrave ofron shifër tjetër. Do të thonë asnjëri nuk ka qenë në gjendje që të ofrojë një shifër definitive të saktë se sa është borxhi që operatorët ekonomik e kanë ndaj shtetit. Kur po përmend ministrin, shikues nderuar, veç t'ju rikujtoj, të ndëgjojmë një deklaratë të ministrit të Mjedisit Dardan Gashi dhënë në emisionin Drejtësia në Kosovë pikërisht sa i përket borxhit. Ta ndjekim. Operatorët privat nuk i kanë pagu këto borxhe, do të thotë sa po i bjen 5-6 vite, po flas tash para mandatit tim. Nuk është marrë askush me atë çështje. Unë kam filluar të merrem me këtë çështje që ato borxhe t'i kthehen shtetit. Edhe të fillohet paguhet në një rregull. Tash arsyeja pse kemi pas një tolerancë të vogël është për faktin se nuk janë inkasuar me vite, në mënyrat janë mësuar mëse paguajnë këtë tarifë. Dhe ne kemi filluar që të negociojmë që këta t'i paguajnë borxhet, edhe të ulim tarifën në atë nivel që të mos dëmtohet prodhimi vendor. Zoti Bayraktari, sot a e dini sa është borxhi? Nëse se keni ditë para 2 javë, sot sa është borxhi total? Çka është, pse nuk po paguhet kjo taks? Apo obligimi që duhet kompanitë private, publike ndaj jush? Përsëri gjendja e saktë themi se kaq na kanë kompanitë publike nuk mund dihet, sepse edhe ditë në emisionin kallzo.com me gazetarin e juaj e kemi shpjeguar. Prandaj edhe jipen shifra të ndryshme. Të gjitha kompanitë, të gjitha kompanitë me një shtëpi, 3 zyrtar me na dhon shifra të ndryshme. A ka komunikim ministër, sekretar, drejtor? Para se me dalë në publik me 3 shifra të ndryshme, a jeni konsultu? Normal, nuk di a janë konsultu edhe si është, se është çështja ime tash me u marrë. Unë s'kam qenë pjesë e intervistës ministrit apo të sekretarit. Unë kam dhënë veç ta përfundoj. Unë kam dhënë intervistën një numër. Unë jam intervistuar pas ardhes së gazetarit juaj. Ajo që nuk është një shifër saktë për 3 është reale, sepse metoda e punës të ne është e tillë. Kur paiset një palë, një kompani publike me lejen e jore,
i ka dhe kushtet të cilat duhet i përmbush. Kompanitë publike, po edhe ato private, ambalazhues e tjerë, janë të obliguar të raportojnë për sasinë e ujit të shfrytzuar çdo 6 muaj. Dhe në moment që i sjellin raportet e sakta, ne e dim saktë sa na kanë bërë. Sa dy a dini sa është? Hajde sot. A ka parafërsisht? Jo, parafërsisht e kemi ndaj ministrisë dhe departamentit juaj? Dhe më thonë, a ditë shifrën edhe, dhe më thonë, ende kalkulimin e fundit se kemi nxjerrë, sepse jemi në fund vitit dhe janë përsëritur të bëjë pagesa, dikon pagesa deri me tani është rreth 900.000 euro. Rreth 900.000, kur keni me nxjerrë finalin, kur keni me pas... Sa kanë bërë, nuk mundemi përsëri për momentin. Do më thonë, mbrana aktivitit nuk mund e nxjerrin. A keni pas vitin e kaluar nëse se keni për këtë vetë? Jo, sepse të gjitha kompanitë publike edhe vitin e kaluar nuk kanë raportuar për gatishmërinë e tyre për me bashkëpunu me neve dhe me tregu shifrën e saktë. Ne thamë, kemi shifër të prafërta, sepse nga vitin e vit gjendja ndryshon. Nuk do të thotë se një kompani publike pajiset me 1 leje ujore. Një kompani publike mund të ketë më shumë se 10-15 leje ujore. Sa burime ujore i shfrytëzon merr leje për secilën. Mund të pajiset me leje ujore për një burim po jo. Pse s'po paguhet borxhi të cilin e kanë kompanitë? Pse nuk janë të gatshme, nuk po paguajnë. Po ju pse nuk implementoni ligjin? Ne jemi të mundu me implementu ligjin, sepse... Zoti Baraktari. Tash janë edhe instanca tjera të cilat janë të angazhuar për me implementu ligjin. Jo vetëm te ne. Ne i obligojmë ata, ndërsa nëse kompanitë publike nuk i përgjigjen kërkesës ministerion, atëherë janë procedura tjera. Shkon inspektorati, i bën një fletë padi, edhe i dërgon lëndën gjykatë. Se adresohet disa çështje, nuk më dhat përgjigje asaj përket borxhit, nuk thatë se nuk e kemi. Po nuk po e kemi çdo vit. Jo, nuk po e kemi çdo vit. Vazhdojmë që sa vjet mos më pas. Nuk është se raportojnë saktë. Vazhdojmë mos më pas zbatim të ligjit sepse thatë që nuk varet veç prej neve. Ju keni punuar zoti Xhambana në departamentin e ujrave. Pse ky problem? Me rastin e përpelimit të këtij udhëzimi administrativ është bërë dhe bilanci i hollave parave që do të mund mblidhen. Çfarë udhëzimi është fjala? Apo na shpjegon? Ky është një udhëzim administrativ ku përcaktohet struktura e pagesave për ose me thonë ndryshëm, ma shkurt me thonë kontribut, se e mësu me kontribut, struktura e pagesave ku sicili shfrytëzuesi i ujit ose shkarkuesi i ujit është i detyruar për me pague. Për me pague ata duhet me prunë pozicion na e jo mja lanë vullnetin e tina. Nuk më një lamë askuj. Edhe gjelosh e din se po thot po i qaj policin, për me marrë edhe vinë edhe ata për mbarim. Për me na përmbaru, na i marrin televizor, na i marrin dhe na shtin dashtë me shtashtë. Pse s'po paguhen nëse ka ligj të ujrave, nëse ka zëm administrativ? Pse nuk po paguhen? E keni, ka qenë ligjin me ujra, kushtet kur ai ka mujt me hub drejtën ujore. Më thonë, se ka licencën, nuk i kryen obligimit e veta, ka mujt për mi marrë drejta ujore që i kemi thonë, nëse ai akt ujor ka mujt me ju marrë. Dhe mundet me ushty, po është dashtë për me shkuet e secili, dhe me thonë se ke bërë qëkat meja për logarit. Kush me shku? Kush duhet me shku? Po tash unë nuk di se ka, unë jam që 8 vjetë nuk jem aty, po që ka kanë bërë në organizim brendshëm, kur e kem pregadit. Po vjen mirë që unë nuk di edhe së ashtë, ndoshta aty kus din me folin, sepse nuk kemi hesht, ministria, pse me marrë lejen ujore. Ministria nuk ka hesht, i ka dërgu inspektoratin, janë bo flet pa ditë, e kem drejtojnë këtu, njëtën proces ka ndodhë me këta. Sa raste e keni dërgu? A ka raste konkret? Sa raste e keni dërgu? Po, janë bini që në diçka unë adit i kisha edhe me shifre, jadash edhe gazetarit, dhe për me ditë sakt, duhet i drejtoni drejtoratit e inspektoratit, ose kemi mujtë me ftu dhe drejtojnë... Po ju keni mujtë, keni anë emision, keni mujtë mu përgadit, me shkru një email, me i marrë të informata dhe me arë një email më në dhonë në emision. Me shifrat për afrët ata, sepse gjendja ndryshën, ne aditja kemi dhonë edhe kolegut, se sa padi jelë shu dhejtash, se qka ndodhë me procedurën e padis, aja është të gjykata, nuk e kemi atë kompetencë ma tutje. Dhe më thënë, nuk është që i kemi toleru dhe kemi eshtë. Operator ilegali kemi. A edeni sa operator ilegali kemi që nuk... përveç... Nuk mund t'i referohem. Mirë. Sepse ajo... Që nuk pagujnë. Jo, ata nuk janë legal. Jo, obligim edhe... Nuk e kanë kryu obligimit, nuk janë ilegal. Që nuk e pagujnë. Që nuk e pagujnë. Edhe ata që nuk kanë leje ujore, në bazë të udhëzimit administrativ, kanë për detyrë me pagu obligimet që dalin nga kë... Por, këty në duhet me shku të dera dhe duhet me thonë, ti shfrytëzon këtë sasi të ujit dhe për këtë sasi të ujit ke borç këta. Je ndërmarrje që ujit 4.000 hektar, për çdo hektar toni kemi pague. Je ndërmarrje që i angazhon 1.500 litra në sekund, të zonë, po dhëmë për afer, e ka me tarifen e ka dhe ka me pague. E pagu, ne do të me akshua aktin me cilin e identifikojmë si borçli toni. Borçli shtetin vërtet.
Prandaj se nuk I kemë thonë ti sa, po ja lëm aty në vullnetin e mirë, këto mos e pritni që ka me marrë Mirë, zoti Krasniqi, që këllë mëtu e këtim, këto taksa, këto pare, shkojnë në buxhet kujt? A I shdash me shku në buxhet drejtorisë? Shdash me shku direkt në buxhet shtetit. Do me thonë, buxheti shtetit po dëmtohet për shkak që nuk po paguar. Po, fillimisht deshta mu dalë pak ma herët zoti Bajraktari e ceku që kompanit nuk kanë raportu të ne, kompanit që kanë leje ujore nga Departamenti I Ujrave, mirë po udhëzimi administrativ në 1/6 obligon drejtorinë e ujrave që në rast se një operator ekonomik nuk e sjell raportin se ka shfrytzuar ujë, resurse ujore, atëherë këta janë të lirë në bazë të atij neni që t'ja kalkulojnë në kapacitetin maksimal. Ky kapacitet maksimal është I cekur në lejen ujore që I është dhënë operatorit ekonomik. Kështu që Departamenti I Ujrave nuk mundet me u thirrë që nuk na I kanë sjellë neve raportet dhe ne nuk e dimë se sa janë obligimet e tyre ndaj shtetit. Për shkak se udhëzimi administrativ ua mundson që këta ta kalkulojnë në mënyrë automatike me kapacitet maksimal. Pse s'pëzbatoni ligjin? Përsëri po I referohemi asaj. Ne kemë shifrën e përafërt. Po sa shifra Shifra e përafërt për borxhen të cilën është dash deri me tan me u kompletu ka qenë rreth 2.240.000 euro. Këta 2 milion, po, është 900.000 euro këta 2 milion, po bon 900.000 euro janë dam pi bon buxhetit shtetit Kosovës. Po ç'është? Jo. Ta dëgjojmë deri në fund. Minus 900.000 që bëhet xheloshi për iki 2.4 deri me ta. Po është shifër e përafërt. Sepse ka edhe kompanitë të cilat po themi jo vetëm për kompanitë publike, ambalazhuesit e ujit për shembull me përjashtim që është kalkuluar leja ujore e mundshme për shfrytëzim në momentin që ata, sepse të kompanitë e ambalazhuesit të ujit nuk paguhet përmes burimit sa ujë merr, po paguhet përmes sistemit ndryshe, sa litër ujë shet, domethënë të ambalazhuar, sasinë e ujit të ambalazhuar të shitun. Ato që I deklarojnë të administrata tatimore, ato fatura ata janë të obliguar me I sjellë te ne. Kjo çështje po dukesh shporren rand, a është çështje? Kjo çështje deri me tani ata se kanë përfunduar dhe ne nuk mund të themi se saktë kemi këto shifra. Kjo nuk është vetëm ja pasojë e mospunës. Pasojë ju po thoni që për shkak të mospunës kemi ardhur këtu? Dakor, po kem pas mospunës. Unë po I them se kem pas për detyrë në bazë ligjit ta themelojmë një sit për menaxhim me pellgje. Ato nuk janë, edhe pse ka ekzistuar dhe ato, ky udhëzim administrativ, ka dalë. Ky udhëzim administrativ është përgatitur atëherë se është dashur të jenë të ardhuna jo të buxheti përkohësisht me që ka qenë ulmiku atëherë na I kemi thonë do të jetë buxheti konsoliduar. Por ndryshe kjo është dashur të jenë të ardhuna të njësive për menaxhimin e pellgjeve lëmore. Ato nuk janë ato. Këta I kanë rënë pak për më shkurt. S'po do me kundërshtu këto se mirë që to kanë nis. Kjo është një strukturë se si duhet organizohet konform direktivës së Bashkisë Evropiane, është periudhë kur edhe zoti Xhan Bala ka qenë punëtori I ministrisë aty. Është se sa është dashur numri I punëtorëve të jetë për me implementu këto që po I diskutojmë tani. Domethënë minimumi ka qenë 32 deri në 58. Për momentin, vetë ta përfundoj, lutem dëgjova. Për momentin departamenti I Ujrave funksionon vetëm me 17 punëtorë. 32 është minimumi. Kjo është një standard të cilën e kanë hartuar ndërkombëtarët. Prandaj ka ngecje në disa sektorë, sepse është para pa me këtë strukturë edhe me atë plan që është hartuar atëherë që po referohet zoti Xhan Bala, që të themelohen autoritetet e pellgjeve lëmore. Dhe ato është dashur të jenë bartësi këtyre procedurave, jo Departamenti I Ujrave. Departamenti I Ujrave harton politika, strategji dhe nxjerr vendime. Autoritetet duhet ju më marrë me mbledhje. Po duhet ta lexosh ligjin mbas parë, edhe kështu se ka ndryshuar ligji trevin se ke lexuar Xhan Bala. Po nëse ke lexuar qyre pak më mirë. Se kam lexuar dhe e lexova edhe një herë, duhet me pas aty hiç. Po ajo është çështje tjetër. Është çështje tjetër, kanë secili profesional. Urat minerale, ura natyrore dhe urat minerale natyrore. Ku janë problemet? Ku janë problemet? Nëse e kishim përkthy për qytetarin që është na pas për mos pagesën e këtij borxhi taksës. Ku janë problemet, zoti Xhan Bala? Thonë se problemet e sektorit ujrave nuk janë vetëm kjo është një problem minor. Minor, jo, ka borxhe s'po e paguajnë kompanitë. Ujin cilin po e shfrytëzojnë. Në diet Kosova është një vend relativisht I varfër me ujra. Të gjitha shtetet që kanë më pak se 1700 metër kub për kokët banorit jetojnë në stres të shprehur. Shtetet që kanë më pak se 1000 metër kub për kokët banorit jetojnë në stres të smershëm. Prandaj Kosova nuk ka ujra. Kosova e din se Kosova I ka 250 I ka pas.
skuzoj me thonë që i ka 205.000 hektar toka që janë të përshtatshme për ujitje. Kosova i ka gjithë sejtë në vitin me lagështime mesatare rreth 3 miliard 200 milion metër kub, që i vjen pak ma shumë se 1.600 metër kub. Dhe Kosova nuk ka ujra dhe këto janë probleme. Unë e kom pas përgatit edhe për para një draft, që nuk ka gjithë dritën. Kombëtari aksioneve politike për resurset... Nuk ka gjithë qka? Nuk ka gjithë? S'ka marrë për kroje? Pse? Veç që ka orë prej jashtë? Dhe... Jo, kom qenë atër, kom qenë majma. Dhe kur të shini këto, më një ullon, ma cëne fotokopion edhe ullon, qka dhe më thonë kjo për publikon? Po, sakt, 2-3 sanet kërësore. Kush politika cilat janë, menaxhimi i burimeve ujore, socio-ekonomia dhe finansat, menaxhimi mjedisor dhe legjislacioni dhe administrata. Është dashur për sicilin janë aktorë e veçantë. Zotë Gjambala që është temë shumë komplekse, shumë e madhe që jemi të varfër me ujë. Po këthejme të taksat, të mos pagesa e taksave të uje. Si pasojë mos mbledhjes taksave dhe mas leti të me marë pare pej bugjetit. Sa të i mbledh shërbimi tatimor, teritoria kushin ata. Neve nuk lau ka me tjetër gjonë është dashë si cilit për mi shku të dera dhe mi alanë, ke kapacitetin e liu, me liu jore, ke këtë, e shfridzon. Po thot e kemi bo, po thot zoti baraktore thaj kemi... Nuk se kanë bo, se unë jam kanë atje, po rezultati është kur nuk i paguin e kem gjygjin. Dhe mua dhe ty, na qonë, por duhet me aqu gjygjit, duhet me shku pa dhja gjygjit, duhet me shku... Dhe përveç asaj, edhe Ministria Finansave nuk mundet me kanë jashtë kësaj. Unë e kur kom punun këtë Departament, kom shkua me marrë vesh edhe me Ministrinë, me bon një udhëzim për cjellës detalj. Po, veç një pyetje shkurt, çka me bon me ata që nuk kanë leje ujore? Për këto që kanë leje ujore... Ata që nuk kanë leje ujore, kanë inspekcione dhe inspekcioni do shta detyroj si cilën së është me leje që ka qenë i lanë në afati... Po, të kemi numrin e vogël punëtorëve, tash... Jo, inspektorët nësë është në departamente unë. Inspektorët e ministrisë. I ministrisë, po. Jo. Nuk është në kodrë departamentit të ujrave, por ka qenë në kodrë departamentit të ujrave, ka qenë në ligjin bi ujra, ka qenë në ligjin inspektorati, dhe sektori atërshën permanente ka marrë e din naj pëse ka bon, nuk kom djeni pëse ka spostu i ka bashkue, dhe departamenti de facto, departamenti ujra, nuk e ka në nënbikqyret vetën inspektorati e ka komandin e vetë. Dhe a është dasht inspektorati, a është dasht departamenti me dojë mos duhet me ditë shumë të për afert, jo 100% sakt, se sa i kanë bërë, sa duhet me paguë. A është kërku kjo prej inspektorati, nuk është në departament juin, po mos më thuni që nuk muj me ditë ministri. Me disit është. A është kërku prej inspektorati me kry këtë punë? Gjdo 3 muj ditë, s'po them, po gjdo 6 muj ditë, departamenti juin e pregadit listën e bërgjlive, po themi, po pa shumë atë sakta, sepse ata duhet i deklarojnë dhe ja dërgon drejtoratit të inspektoratit. Drejtoria inspektoratit të gjitha ato kërkesa tonet i dërgon të palet. Dhe unë e di tash mos themi se ky ka marrë kaq pa di kaq, e di se të gjitha kompanit i kanë vrejtë dhe pa di. Nuk mund të kalkulohet sepse ai për me ardhë deri te borxhi sakt duhet vetë kompania është e obliguar me ligj ta zbatoj ligjin dhe ta deklaroj shifrën e saktë të borxhit. Zoti Krasniqi. Por është udhëzimi administrativ, është neni 6 i cili juve u amundson që edhe nëse operatori ekonomik nuk i sjell raportet se sa ka shfrytzu ujë, ju mund t'ja kalkuloni kapacitetin maksimal. Jeni të lirë për ta bërë këtë. Pse nuk e keni bërë? Pse është zbatuar kjo? Pse nuk është zbatuar kjo? Se edhe ju edhe jeni edhe ju. Zoti Gjambala vetë shpjegoj më herët. Në moment që na thret gjykata ne e kemi atë shifër. Po, nuk mund të thirremi në atë shifër derisa një moment shifër nëse e keni. Sa është ajo shifër? Po kallzon na neve, sa është ajo? Po tash nuk i mora ato dhona se është shifër luhatshme. Që në rast mund ta kemi. Çete rasti i Prishtinës. Jo, çete rasti i Prishtinës. Zoti Vot Gjelosh, para se me ndëgju përgjigjen e juaj, shumë kisha pas qef për shikullëndëruar për publikun të cilët kemi transmetuar në drejtësia në Kosovë deklaratën e drejtorit financiar të Ujësjelljes Tranal Prishtina. Ju rikujtoj edhe një herë të shohim se çfarë ka thonë. Ta ndjekim bashkë. Kush i ka ngri? Kush i ka ngri, kemi ngri ne. Shukosi, në një farë mënyrë Shukolbi. Shukosi është ngrirje nga unë shoqatës ujëra dhe kanalizimit të Kosovës, të cilët e kanë marrë përgjegjësinë për të dialoguar me Ministrinë
në emër të gjithë ujësjellësve. A është e lehtëshme kjo ngrirje? Po, nuk po di që të ndoshta nuk do t'jetë e lehtëshme. Ndoshta nuk do t'jetë e lehtëshme. Ne kemi mund të paguajmë borxhin, pastaj të ankohemi, por ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Borxhi ngrihet vetëm gjykatë. Kam drejtën me ngri borxhin vetë. Gjykata po, gjykata sigurisht. Gjykata ka drejt ta ngrijë dhe gjykata ka drejt na bllokojë xhirollogarinë dhe na tërheq parat pa na pyetur fare neve. Zoti Vataj, e dëgjojmë drejtorin financiar, t'juajnë tha kemi ngri borxhin. Çfarë marrëveshje keni bërë? Ç'është mundet me ngri borxhin? Fillimisht, faleminderit që ma dhat fjalën, sepse më në fund... E desha si ka me marrë fjala, po kthehemi te borxhi, ç'është mundet me ngri borxhin? Faleminderit, nuk terminologjia që është përdorur prej drejtorit nuk e ka menduar ato që ka thonë. A e ka ditë që po jap intervistë? E ka ditë, po nuk është përdorur gabimisht, sa njerëz mund të gabojmë. Fillimisht kjo. A moj me ngri borxhin unë? Jo, a moj me ngri unë borxhin si qytetar? Jo, s'munësh. 3 herë kemi vetë. 3 herë, pse ju po mundi me 3 herë kemi pyet? Jo, nuk mundesh as ti si qytetar as na si kompani. Fillimisht po duhet. Po ju s'pe paguani borxhin me Zoti Vataj? Po paguajmë borxhin. Kur e keni paguar për herë fundit? Ne kemi 2 fatura të paguar me 45.000 euro e 22.000 euro. Kur? Kjo është në vitin 2011 është paguar për herë të fundit. 2011 për herë të fundit. Jemi në fund 2014. Zoti Vataj po më thoni kemi paguar. Jo, nuk mundem, jo ne të më thonë e kemi paguar 2011-ën. Po, 22.000 euro. E tash 3 vjet e fundit? Tash të them pse se kemi paguar. Problemi është që ne kemi bën vitin 2011 kemi bërë kërkesë te ministria për amnesti. Amnesti tek këtij borxhi. Amnesti? Po, ka puna ju me kërku amnesti mi o fal? Pse keni punë të keqa? Po, shumë keq kemi. Pse? Sepse kjo taks i ngarkon konsumatorët. Ne me konsumatorë kemi bë kërkesë që të lirohen prej këtij borxhi, në mënyrë që qytetarët mos ngarkohen me borxhe. Edhe kemi bë jo një kërkesë, kemi bë 3 kërkesa. Po fakturat i keni pi merrni parët për qytetarëve. Po. Edhe ju po kërkoni amnesti. Nuk futet kjo taks nuk është futur në atë kalkulim të çmimit. Nuk është futur kjo taks në kalkulim të çmimit te konsumatorëve. Problemi është kjo taks nëse ne sigur ta kishim pagu, do të ngarkojnë direkt çmimin e ujit të konsumatorëve. Hajde veç po ndoli me merren, jemi shumë rregull. Po kthehemi te 2011. Nëse në vitin 2011 i keni pagu 2, sa ke për herën e parë? 25.022, jo nuk ka 2011, 2010-2011. Pre 2011, nëse ja keni dhënë 70.000 euro. 77.000. Po. Nuk e keni bë asnjë pagesë. Po. Qysh mund të reflektu që kjo të një qytetar, që nëse na është të na këshynive, thot nëse ujësjellësi si pagum vetë, qysh me pagun e ujin? Po, apo të përgjigjem. Edhe të konsumatorët tonë, cilët ka bojnë kërkesë ose ankesë, të asnjë konsumator ne nuk e shkyqim derisa nuk i kthejmë përgjigje. Derisa nuk i kthejmë përgjigje pozitive ose negative, nuk shkyqet asnjë konsumator. Që tash faturat po vinë me vretje, tash mundën me ardhur me polici. Po, nëse ka ankesë nuk shkyqet. A ju kanë ardhur këta me polici? Nëse ju s'pe bëni pagesën. A do të më ardhë edhe juve? Një vetëm problemi është që ne kemi 19.000 raste në gjykata. Ujësjellësi i Prishtinës i ka 19.000 raste në gjykatë që ka çu edhe nuk realizohen. Janë ngri. Jo, ishte ndalë të thatë jeni amnistu, zoti Fidan. Jo, kërkojmë mu amnistu. Kur kanë mu amnistu? Ju përfaqësoni shoqatat ku përfshihet edhe zoti Vataj, se është kryetari i bordit gjithashtu të kësaj shoqate. Apo kërkojnë gjitha kompanitë mu amnistu? Në fakt, ne kemi kërku që ta zvëglojmë këtë taks ujore, apo ta heqim fare për një periudhë të caktuar, për shkak të vështirësive të mëdha që përballën kompanitë me financat e tyre, për shkak të menaxhimit të rrjetit të vjetruar të sistemit të ujësjellës kanalizimit. Janë shtrajtimi i vazhdueshëm, kontinuitet i energjisë elektrike që njëkohësisht nuk bëhet shtrajtimi i faturave të ujësjellësave, është që energjia elektrike përbën 30% të shpenzime operative të ndërmarrjeve publike të ujësjellësave, është mos pagesa e rasteve sociale nga Ministria e Punës dhe Ministria Sociale obligim ligjor. Po rrymës kanë çfarë pa pagu njerëzit si analin? Po flas për kompanitë publike. Po flasim për tjetër për shembull qytetarët janë të obliguar të kryejnë obligimet e tyre.
Natyrisht që po, edhe ne këtë jemi duke bërë, dhe me thonë, jemi të munu me levizit për para sa më shpejt në këtë drejtim. Veç ta përfundoj, burgje rastet sociale janë dikun afro 35 milion euro që ka Ministria e Punës dhe Mërqenjes Sociale nga viti 2004 kur ka hi rregulloria e urmiku tash e kaluar në ligj nga viti 2008. Pavarësisht kërkesave, takimeve që kemi marrë edhe me ministrin. Me kanë një marrë vesh për amnistin. Nëse jeni të tentu me shty. Nuk kemi amnistim. Thjesht, për shkak që nuk ka mundësi me pagu për shkak të investimeve që janë duke i bërë vazhdimisht. Për shkak të mos inkasimit jo të kënaqshëm. More të inkasimet s'ka faj ligji, s'ka faj udhëzimi, ka faj që nuk po i menaxhani atëherë dhe nuk po inkasoni ç'është duhet. Jo, ndëgjë, duhet ta kuptojmë çështje. Nuk kemi amnisti, kemi iniciativa për lirim dhe ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje caktuar. Jo, që po e hapin, a duhet me amnistu? Jo, do të mirë ta ndajmë këtë problem prej problemit të përdorimit të ujit për pije. Këto tholla ishtë dashur të investohen në ruajtjen e resurseve dhe përparimin e resurseve ujore. Dhe pa pare, ju nuk keni me pas as ju ujë për me dhënë qytetarëve. Prandaj është ekosistemi i lidhur njëri me tjetrin. Dakord. Por se thom na, a duhet këta me pagua? Ka raste kur inspektori mund bën ku ka një leje dhe shfrytëzohet sipas lejes ujore. Por ka shumë këtu nëse lexojmë me kujdes ku Departamenti i Ujrave me do e mos duhet me shkue dhe me thonë ti ke shfrytzu kaq e ke këtë cilësi, e ke marrë se ke marrë për mos me dhmetaj në voluntarizëm. E paraqes dhe unë s'muni me paraqit sa duhet dhe për ne është me rëndësi që e ka paraqit dhe jo sa ka paraqit. Bilanci Departamenti i Ujrave, megjithatë mund të ketë probleme kadrovike jo, por bilancin duhet me ba me do e mos dhe duhet me sugjeru inspektorit, ku ka me shku inspektori, e dini sa është inspektori, ke leje ujore, ke lajmërue. Matutje nuk lëshohet inspektori. Përmendet balancin, a dini jo përafërsisht sa mundet me qenë ky borxh? Nuk mundi, unë e kom pas ba bilanc kur e kom hartu këta për në 8 vjetë dhe ka kalu një kohë gjatë, nuk është të lashe, pa një të lashe të madhe më ba, kush do që ullet për një javë dhe ditë. Mundet me nxjerrë bilancina? Absolut, po. Asi të lashe s'ka me mbledhen 100 euro, 1.000 euro, 5.000 euro. Po, a ka me kanë 800.000, 900.000? Absolut, në shtep. Dijet sa prodhojmë rrima, dijet. Prandaj, e dim sa prodhojmë... Të më thënë, ju po thëni për 8 deri 10 ditë mundet me nxjerrë shifrën e borxhet. Sa si përfaqe kem ujit vitin 2014. Dijet sa kem shfrytzuar rrë zhavor dhe gur se u kem dhënë lejet ose se u kem dhënë lejet. A tregon edhe një që me nxjerr nëse këty në pjo duhet me vite, por ju po thoni për 8 deri 10 vjet. Jo, këta e din se doan me ujë e bojnë, besoj që e bojnë, kanë njerëz ballë. 17 vjet total final. Nuk kemi sepse po zotnia po thot 8 deri 10 det. Po ky Superman e bën. Po në thash nuk e kemi se bilanci ujor, vetë nëse bën ta përfundoj unë dëgjova shumë mirë. Po. Për më bo bilanci ujor, do ta keni publik... Bilanci mjetëve, bilanci mjetëve dhe bilanci mjetëve, jo ujor. Se shkojmë të bilanci mjetër, atë duhet është një tjetër departament në ministri tonë, sepse edhe kjo çështje ka ndryshu, Gjënbala e manë mend me të vjetërën. Po veç jene të folë për vjetën ministri dhe zoti Baraktoj që futi që të punu me tërën është tjetër departament që s'kam bashkëpunim, është e njëjta ministri. Bilancin ujor. Zoti Krasniqi. Bilancin e borxheve. Kjo është tjetër sektor, tjetër departament. I merr dhënat e ne dhe mund ta nxjerrim. Unë përsëri thash, mund ta arrijmë deri te një shifër e përafërt. Kjo që po thot Gjënbala kalkulohet në bazë të sasisë së lejes të cilën ka aplikuar dhe të cilën ai ka pas mundësi me shfrytzu. Po nuk mund ta nxjerrësh saktë, sepse shifrat e mundësisë edhe asaj që e ke në dispozicion ndryshojnë. Prandaj këto nuk dalin shifrat sakta. Zotë Krasniqi, gjatë ullumtimit, apo na tregoni çka keni identifikuar tjetër përveç kompanive, ndërmarrjeve publike, janë edhe ato private. Po thonë që po doin me kërku amnistim. A mendoni që kjo e zgjidh problemin? Ligji për ujrat i Republikës Kosovës, konkretisht në 1.6, pika 1.7, që thot çdo shfrytëzues paguan. Edhe derisa është ky ligj në fuqi, unë nuk e di çfarë amnistie po kërkohet. Edhe unë nuk pajtona me taksën që e paguaj unë për ujin, për shembull,
Mirë, po deri sa është ajo tarifë e miratuar nga organi kompetent, unë duhet me ju bindë asaj. Po ashtu ka plot biznese. Apo bjen kjo, zoti Krasniqi, që këta po kërkojnë me amnistu, e një anën tjetër po i ngarkojnë qytetarët. Kur përmendim qytetarët, unë veç e kisha kërku nga regjia me na transmetu një pjesë të deklaratave që i ka dhënë për drejtësia në Kosovë qytetarët sa i përket taksave dhe pagesës së ujit që shfrytëzohen. Ta ndjekim. Zoti Spaju, a i paguni faturat e ujtë? Po, me regullë. Si qytetar, po, obligim është. Pse e përdori ujtë e paguj. A keni dëgju ndonjëherë për taksën ujore? Jo. A i dini që ujësielësi cili ja usjell faturat juve këtë taksë ja u merr me faturë edhe nuk e pagun në shtetë? Që tash po një. I pagujmë ka herë si pagujmë. A ke dëgju ndonjëherë për taksën ujore? Vallai, jo. Zoti Seni, a i paguni faturat e ujit? Rregullisht. Keni dëgju ndonjëherë për taksën ujore? Nuk kam dëgju. Keni dëgju ndonjëherë që ujësielësit që na e faturojnë neve këtë taksë ujore nuk e pagujnë në shtet? Unë nuk kam dëgju, as nuk kam di kur gjë për ta. Ne qytetarët po e pagujnë, nuk po kërkojnë amnistim. Natyrisht që e pagujnë, sepse ajo tarifë është miratuar nga organi kompetent edhe ata duhet t'i binden asaj tarife. Derisa ujësielësi ua kërkon, i faturon, edhe dërgon inkasantin me i marrë ato mjete, këta natyrisht që e pagujnë. Mirë po, të njëjtën gjë nuk është duke bo ujësielësi. Në këtë rast për shembull ujësielësi rana është të pagu tarifën në Ministrinë e Mjedisit. Hajde, po kthehemi te ju prap, ju faleminderit edhe juve. Për zotin Naimit. Pse s'pe paguni? Veç pak, ka bën të Hajde, po. Të ne thojmë për hoxhë dhe prift, thojnë bën çka thot ai, po mos bën çka të bën ai. Naim. Po më duket po mirë kupton, që i bjen, Naimi po mirë kupton. Jo. Shikuesit unë thash, i bjen bën çka thot prifti ose hoxha, po mos bën çka të bën ai. A pi bjen kjo që a me pagua mos me pagua? Jo, kjo bjen bëni çka thot Naimi, po mos bëni çka bën Naimi. E çka i bjen sipas prifti hoxha, a me pagua mos me pagu? Jo, shpjegon. Duhet me pagu. Po ju s'pe pagu. Edhe ne si ujësielësi Prishtinës kemi shumë kemi investuar këtë vit, dhe i falenderoj Ministrinë për mirë kuptimin që kanë pas ndaj ujësielësit. Këtë vit thatësie që kemi pas shumë kemi investuar në Badovc, vetëm në një liçe, kemi investuar investimet pa parapame, për shkak të situatës krizës që kemi në Kosovë që kemi në Prishtinë, se sa që është taksa që kemi na për këtë vitet borxhin deri sot. E pse bash në taksë ujore? Pse për shembull s'po vendos për rrymë mos me pagu, po që e kemi gjetë atë në informacion në taksë ujore mos me pagu. Kush s'po vendos për rrymë? Po për shembull pse nuk mirët vendim për rrymë mos me pagu, po e keni gjetë jo mundësinë mos me pagu taksën ujore. Na asnjëherë që kemi taksës ujore, kemi bë kërkesë për mu zvoglu, për mu amnestu për një kohë. E kemi bë kërkesë edhe prap mbesim në momentin që na kthehet përgjigje negative. 2011, 2014, përderisa ti bën një kërkesë pret përgjigje. Derisa nuk kthehet përgjigje, ti nuk ke çka bën. Edhe është qershor 2006 edhe deri sot kur po flasim është udhëzimi administrativ në fuqi. 2014, po flasim për 8 vjet. 2007 ka filluar të implementohet. Ujësielësi Prishtinës i ka borxh rreth 200.000 euro. Rreth 200.000 euro ka borxh toks. Ujësielësi Prishtinës. Ju po e dini. Domethënë zoti baratori këta i ka thënë 200.000. Për afër. Rreth. Po mundet më tash po e dini 200.000. 200.000 euro. Sa i përket ujësielësit të Prishtinës nuk është ndonjë shumë e madhe. Problemi ne e kemi një shoqat me cilën jem disa ujësielës aty. E ujësielësi Prishtinës, sa për njoftimin e qytetarëve, juve është ujësielësi i vetëm në Kosovë që punon me bilanc pozitiv, jo negativ. Ta nuk punon me humbje. Gjithë ujësielës tjerë në Kosovë punojnë me humbje. Kjo që keni marrë këtë temë shumë interesant. Interesant se ju po kërkoni për shembull taksën prej qytetarit, e në anën tjetër po kërkoni me amnestu për taksën e juaj që jeni të obliguar me pagu. Naimi ndon pyetja që është bërë qytetar është bërë gabim. More që gabim. Nuk keni ju më na tregu. Unë po pse po kërkoni ju amnestim, ju po kërkoni amnestim, e në anën tjetër qytetarit po kërkon me pagu. Çe pyetje? Po. Ne qytetarët, prej qytetarë morim taksin ata që paguajnë, jo të ata që se paguajnë. Ata që paguajnë, e bojmë. Zoti Gjambola, pyetje orna, pastaj te zoti Fidajm. Sa e ngrit çmimin e 1 metër kubuj kjo taksë?
Që të thujme të shojmë sa është ajo që e fundosa njën, është mbi 3%, mbi 3% është, zoti John Bolej. është në 38 cent, është 1 cent. Dakord. Vete edhe një diçka. Unë e mendoj që ky problem është problemi ma minor në problemet që kanë ujësiesat në Kosovë. Shumë ma minor. Borgji... Vallaj, për neve nuk është. Ju nëse se paguni borgjin... Unë e paguj borgjin, absolut. Jam të pagu. Jam të pagu. Pagu të fundit, o, zote Vataj. Janë pagu 77.000 euro. Në 2011. Për 4 vite. Mësë me pagu në ujën nga 2011 ta maksinal ujën. Jo, kem, ka plot që s'kanë pagu. Po ka, po për shambull... Unë ju këshaftu... pagu, maksinal. Zoti Muhamet, ju ftoj, fillimisht, unë prapo them, unë punëtorëve të mi, punëtorët ujësiesit, jemi dakordu me punëtorë që i nalim, kush ka borgj, i nalet në borgj. I nalet. Fillimisht, kam desh të pastroj shpinë teme, masaj të vazhdoj dika tjetër. Mirë, po ju po thuni kemi pagu 70.000, po si kemi pagu 200.000. Po i paguj. Problemi është, unë që nesër, problemi është këtu. Nesër. Më falë, problemi është këtu, sepse na jemi një shoqat e ujësiesve, cilët nuk du me randu budgetin e ujësiesve tjerë. Se për ujësiesve Ani, që për ujësiesve tjerë na folë zoti Fidajem, ju thatë për pastrojmë shpinë, a për njësë për juve, a për pastrojnë ju shpinë, ju për paguni. Ka premtim që ju për paguni. Mirë, na kene me mundësi, me qyra kene me pagu. Në momentin që ujësiesve tjerë janë okej për me pagu, edhe në ujësiesve e pagun. A ka... Sepse jem një shoqat. Zoti Fidajem, ju përfaqësoni këta shoqat, këto kompani tjera. A kene me i binda ta me pagu? Në fakt, e para që kërkush nuk e ka kontestu, do me thonë, vullnetin e pagesës. Morë vullneti, po kemë gjithë vullnet për Kosovë, lirë, demokratike, mundësia është tjetër se. Integrume. Ujësieci i Prishtinës, qofse drejtori, për i referona drejtorit, ka thonë që ne kemi mjetë. Ujësieci i Prishtinës tani është në kredi 20 milion euro. Dhe me këte nkasim që po bëha tani në Kosovë, do me thonë, me mos pagesën në rastet sociale, shtrajtim të vazhduar të energjisë elektrike, mos shqyrtimi landëve që po i dërzojnë për gjykata që janë miliona euro bërgjë, ne do ta kemi vështirë t'i dalim. Absolutikisht nuk me kontestojmë udhëzimin administrativ. Ne kemi obligim dhe këtë obligim do ta shlyjmë gradualisht. A kanë pare kompanit me pagu nëse so borgjë i madhë? A kanë pare? Jo, nuk kanë pare, sëse gjendjen investimet e cilat janë duke u bo në për kompani. Falë donatorëve, do me thonë, po realizohen. Për ndryshe, nuk kanë mjete financiare dhe ta noke për të realizuar dhe për të përmirësuar shërbimet. Se nuk më përgjigjen pyetje, a për vullnetin e këtyre në tjereve. Zoti Vataj tha, nëse pajtojnë të tjeret, ne e pagujmë. Kanë vullnet gjithë me pagu, për mundësit financiare janë tjetër qka. Ne kemi edhe një kontest, pikrisht me Ministrinë e Punës, ku 35 milion euro jenë grumbullu bësh për bugjetin e kompanive të ujësiesve. Asë njerëska, e kemi me ligj, e kemi bërë kërkesa. Pse? Sepse ndërmarrjet publike janë në kompetencë të Ministrisë, apo? Ministrisë Zhvillimit Ekonomik. Që është pikëshyrse. Kuvendet komunale janë lanëna anash. Fatmirësi është ajo që janë anash. Mirë, ti menon në menë krejt ndryshe dhe jo une po menon krejt Evropa, që ashtu mërë në hyni keni me pa se... Nuk orë prej Afganistoni këj sistem, po prej Evropë e morë. Finlandes të kanë këthim Europa e... Edhe në Rusi ishte qështu. E kanë edhe Angles... Në Evropë pagujnë, edhe kompanit. Unë e sëllë do është para se... Ajo është korporatizimi i kompanive publike. Po, që pyetje konkrete dhe pas e ve keni fjallin. Vesh ta morëm pyetjen. Korporatizimi, të qëraj që situatën që e tregoj. Korporatizimi... O, zoti... Ashtu folë, po, apë dëgjan, dëgjaje, ka pyetje për ju. Jo, ne kam sallë një moment, e kam një pyetje dhe për ju me vlerë. Vesh ta dëgjojmë deri në fund, zoti Xhambolaj. Përfundojmë pas e pyetje. Sistemi i korporatizimit që është bo në Kosovë është sistem i suksesshëm edhe për region është ka përdoret. Korporatizimi që është bo në ujësiesve të Kosovës, që janë heqë kuvendet komunale prej uheqive të ujësiesve. Sistemi dështum i njëjtë ka qenë Shqipëri, me cilin komuna nuk kanë mundësia së borxhet e energjisë elektrike t'i paguajnë. Shqipëri ka qenë tjetër sistem, Kosovë ka qenë tjetër sistem. është sistem i suksesshëm i që është të përdorur në krejt regionat korporatizimi kanë qenë. Kanë qenë. Nuk qëndron që janë. Kush ka qenë? Kone kanë posë në bordë, komunat e kanë caktu njerës. Komunat e kanë caktu njerës. Ka posë bordë hiç, për para s'ka posë bordë. Jo, avdi atër, falë. Nështë para lufte, po flasë mas lufte, jo para lufte. Unë jam ka thëmë,
Pyetje. Për mas lufta, po. Dy pyetje, po të për zotin Vata, për zotin Baraktari. Para se me fillim. Që është e lidhme drejt për drejt me këtë... Këtu jem drejtori departamentit të ujra. Hajt, drejtori. Për drejtori. Minister, jo, nështë e vjen rende, jem informim qeveris. Jem informim qeveris, unë vjen rende. Po jo Naser, nuk jam. Për Naserin... Dhe është kë akt që është në fletore zyrtare. Unë kom shku para se me kalu kë të kryeministri. Gazetë zyrtare nuk ka datë kur është i nënshkru. Ndërsa në akt thot, në fuqi 8 ditë pas ditës nënshkrimit. Në kjo oftë që është kjo vërtet, kjo është një akt defektoz dhe si til nuk mund prodhon pasoja. Pyetja është për drejtorin për kompaninë për asnjë. Zotë drejtor Naser, po, kjo është çështja e zyrës së kryeministit aty mund me marr përgjigjen pse kanë shkruar ose pse ministria jon kur e harton një akt kuadër zyrës kryeministit, ai jeni në qeveri. Ministria jon kur e harton një akt ose një udhëzim administrativ e dërgon të zyra ligjore. Zyra ligjore pranë ministrisë tonë e procedon të zyra ligjore kryeministit. Zyra kryeministit i zbaton procedura tjera për të cilën neve jemi aktorë shohim njëjtë në faqe zyrtare si zoti Xhenbala. Është kontestuese, më fal, nuk është kontestuese ai rregull hiç. Ka nevojë me na shpjegoj se dihet. S'mundem me fol për zyrat kryeministit ose për organin i cili e rregullon gazetën zyrtare, a e ka qitë në nënshkrimin, a se ka qitë. Në këtë akt, a ka defekt juridik? Ne kemë original udhëzimin administrativ, e kemë të nënshkruan edhe për neve vlerë. Ata shka kanë publikuar në web faqe, është që është se nuk shkru data, atëherë është juridikisht defekt. Jo, është data e nënshkrimi, është nënshkrimi i kryeministit dhe udhëzimi administrativ i plot fuqishëm. Ata kur e kanë publikuar, e kanë marrë në formë të tyre që është e IT si e ka publikuar dhe nuk çon peshë diçka hiç. Se nuk ka data çon peshë. Jo, ka datë edhe është i nënshkrueshëm. Nuk ka, unë po them edhe është ashtu reale o zotni. është reale aja, mos shohemi të një akt. Jo, po një pyetje konkret, në rastin e ujësjezit Ranal Prishtina, që s'ka pagu prej vitit 2011, a ju këni shku ndër këtyne? Normal. Edhe? Kanë shku 2-3 herë inspektorati mbrana vitit. Përgjigja? Ka dhe padi, është landa në gjykat, edhe pra ato mundi me ftu drejtorin e inspektoratit, sakt ju të gënë për se cilë në randë detajisht, se unë s'jam pse do të më qu në gjykat? Pse do të më pru inspektorin, zote Gjelash? Për shkak se ne, të thasha më herët, ne si shoqat, edhe si ujësjes i Prishtines, jemi, nuk po dojmë qitë pozitë vështirë ujësjes e tjerë, cilet nuk kanë mundësi me bo për këtë pagesë. Sa përket ujësjesit të Prishtines... Jo lutëm, atëherë kjo përbjen që shumë letë 5-10 kompani mund të organizohen në nivel shoqate edhe të kundërshtojnë obligime ndaj shtetit. Jo. Sa është numri numri, sa është numri? Kjo i bjen... A janë këto mbi ligjin, do më thonë mbi ligjin? Qashtu përbjen, më thonë, organizohesh në nivel shoqate, e ignoron ligjin, nuk i kryen obligimet, qashtu për i bjen kjo. Qashtu po interpreton ti, po nuk i bjen qashtu, absolut, së është e vërtet. Unë e thash, më falë, na e kem borgjin, me cilin nuk e kem kontestu asë njëherë. Po nuk po e paguni. Po e pagujmë. Absolut, po e pagujmë. Po e kem pagu 77.000 euro. Po në 2011-ën. Po në regull. Po him 2015-ën. Po hym, po halosim hym. Po gjyhenëm, gati. Më falë, veç pak. Borgji i konsumatorin ndaj ujësjesit të Prishtinës është 50 milion euro. Vetëm rastet sociale. Sepse konsumatorët juve ju kanë borgjë. Jo, ves pak. Unë mendoj se kjo çështje më fal, gjithashtu po ta ndërprem. Unë mendoj se duhet shtrohet nivele pak më të larta dhe jo vetëm një akter këtu. Po me që përgjegjës komplet për menaxhimin e ndërmarrjes publike ose edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, mandoj është zyra rregullatorit për tarifa, të cilët ka të drejtë ja u tërheq licencën e tyre. Unë mendoj se këtu Ministria jon dhe tulet dhe propozojnë një çështje përderisa këta thonë se përballemi me dhe realisht kanë shkruar në emër shoqatës 2-3 herë ministrisë tonë, domethënë kanë shkruar zyres ministrit për me ul këto tarifa. Ministrisë tonë kish më qenë shumë më ulë nëse i ulin dhe ne mos me pas probleme me shku rrjedh shumë mirë struktura pagese, jo me pas probleme me dërgu inspektorat, me dërgu padijet, gjitha këto. Dhe unë mendoj, faktikisht ministrisë tonë nuk i bie fare, domethënë nuk ka të drejtë të luajë me tarifat, sepse është udhëzim administrativ në shkruar për zyres kryeministit, ne mund t'i propozojmë
pas një konsulte me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe me Ministrinë e Financave. Kjo drejtim, unë kisha propozuar që edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të jetë më ashpër për kompanitë publike, të cilat nuk i kryejnë obligimet financiare ndaj vetë shtetit. Të cilat edhe i mbikëqyrë. Realisht, ato kompani dërgojnë çdo 3 muaj raportet. Ku është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ku është regulatori, ku është ato cilat nuk shkojnë me hapa dhe ata njëtë sikur që i kemi bën ne. Se fundit ja kontestojnë ta qartësojmë, borxh kanë edhe privatët, jo vetëm publik. Pse ata s'po paguajnë atë? Sepse këtu është e patë edhe në prononcim të ministrit në emisionin Kallza.com, thot, sepse ata, drejtësia në Kosovë, janë të gatshëm, mirë po e kundërshtojnë tarifën. Ne nuk, Departamenti Ujrave, nuk ka të drejtë këtë rast të ndryshojë tarifën. Me insistimin, kur është caktuar udhëzimi administrativ, kur janë caktuar tarifat, a ka pas diskutim? Ku artu udhëzimi administrativ, ka qenë edhe zoti Gjon Bala aty, dhe ka qenë përfaqësuesi i shoqatës ambalazhësve të ujit, i pranishëm, ka marrë pjesë gjatë çdo takimi në hartim të udhëzimit. Dhe në fund e kanë pranuar. Dhe më thënë, ma vonë, masi o hynë fuqi ligji, ata e kundërshtojnë sepse po ndikon shumë në zhvillimin e ndërmarrjeve. A ka pas kundërshtim atëherë, zoti Gjon Balaj, në atë kohë? Ambalazhuesit e ujit e kanë kontestuar. Janë mënuar me unë ata. Por na mos del kjo që është problem vetëm ujësjellsat. Mirë, a mbledhin tjerë, a ka tjera taksa që mlidhet përveç taksave të ujit? Ka për shkarkim turave, ka për ujitje, për shkarkim turave, për shfrytëzimin e inerteve, dhe kjo është, nda janë vetëm një segment, bile është segmenti më i lehtë. Ku edhe mas pakut mund të thomë, ka gjyna një apo tjetër, mos i paguajnë që të i paguajnë nesër. Po ka si që i kanë kaluar dhe s'kanë shansa, kur kush për me fjell ato. Ai që ka shfrytzuar në Zhavorin dhe nuk e ka bilancuar kurkun dhe çka do me dypin se nuk e shkuar ja ke dyp. E ke shkarkimin e ujrave të zeza. Kush është ai që ka këtu edhe kur ulet tak, kur ulet përqindja dhe është edhe këta shkarkojnë edhe shkarkojnë industria, shkarkojnë bashkë, kush jo. Dhe kë nuk mund ta kthyrem vetëm nga njerëz. Këto do të më kthyrë në tërsinë e tij. Dhe me këtë të holla, ka mujtë Kosova me zjedh dukshëm do probleme që i ka jashtë zakonit mëdha. Na kem pas 1979, pej 22 komunave sa ka pas të organizuar më atëherë, 17 komuna janë gjetë në rujë. Një ditë kanë mundin në rujë përsëri. E keni sistemet që e kem 76.000 hektarë në ujitje, kanë qenë në ujitje, këshëni se sa po ujitje të sot. Këshëni që ka ndodhë krejt. Prandaj është një haos total që e meriton dhe unë po i thëmë përsëri, Departamenti i Ujrave, ose si të dërni të thëmë, duhet të jetë një organ qendror, sepse Kosova ka probleme të mëdha. Problem Kosova ka me ndotjen e ujrave për fatmirësisht, nuk ka punë, ose fatkeqësisht. Një anë fatkeqësisht tjetër sa aspektin projekt ujrave fatmirësisht, s'është ka punë industria, për ndryshe, sitnicën e keni pas kategorinë e 4. Ka probleme në zbatimin e ligjeve, ligji por që ka qenë 2004, i ka pas rreth 20 udhëzime administrative që ato është me plotësue. Nuk janë asi. Në këtë ligjin e ri, po shoh se s'ka udhëzime, s'ka... Zoti Bajraktar, përmendi taksa tjera, jo në ministrinë, departament, a i mbledhin taksa tjera? Nëse jo tujrave, taksa tjera? Ka taksa tjera të cilat është filluar, po dhe më thënë prioritet ka qenë të lejet ujtë për shfrytëzim, dhe më thonë kjo pjesa tjetër për shkarkim nuk ka në taksë që është mbledh në herë, për këtë që është edhe vetë zoti Gjon Bala para se të del pension e ka u thesh pikërisht qitë departament që është dashur bëhet vjelja taksa për shkarkimit ujtë, po asë në histori ti asë njëherë s'ka ndodhë kur. Për shkarkimit ujtë, në kam me gjërë resurset ujore. Po mirë, resurset ujore, kjo dhes, po është ndodhë... Zoti Gjon Bala ka u dhes dikur fundin krajnor turave. Kur shkarkohen ujrat, ndëgjum, zoti Gjon Bala, unë e kam fjalën ndëgjova, se i bane disa tema i qele. Kur është ndodhë resursi ujore të cilën e ke dhuhes ti, me shkarkim të ujrat pa tajtur, a ke marrë në herë iniciativë me zbatu ndodhë si pagun? Jo. Prandaj kjo, pse s'ke ndodhë, janë disa arsye, s'po do me thonë që s'ke dasht, po kanë qenë disa faktorë, po asat herë kur ti ke qenë udhëhesja ati sektori, s'ka ndodhë një çështje e tillë. Sepse asnjë kompani regionale nuk ka impiant për trajtimin e ujrave. Dhe ti mund t'i dërgosh çdo ditë pa ditë ta, veç nga kanë barrën ligjore të ta, ose qytetarin, sepse nuk kanë mundësi se s'ka fabrikë. Ato e ka trashëguar ashtu. Ndërsa kompanitë
private, të cilat shkakojnë drejt për drejt janë të përmbush ato, sepse i kanë afatet e caktuar prej ministrisë tonë, dhe tani kanë afate e para të caktojnë sipas sistemit thjesht me gropa septik ose 3 gropa si janë ato procedurat, më mirë janë me shpjegu inxhinierët e hidrës, apo tani janë në procedurët të ndërtimit e impiante, është impianti i parë Skënderaj, janë procedurët për Prezenin, janë kryer studimet e fizibilitetit për trajtim të ujra për Gjakovën, për Pejen, për Prishtinën, për Mitrovicën, tani vetëm borxhi s'po paguhet, atë këtë mirë që nga. Veç borxhi s'po paguhet. Po, vetëm borxhi s'po paguhet. Derisa qytetarët nuk e rritin këtë inkasim, se tha Xheloshi disa herë, atëherë nuk hyn borxh te shteti, edhe këta kanë me met borxh shtetit. Mos e lëm me qytetarëve, s'kan punë keq. Nuk e përfundon keq, zotë Xhambalaj. Ligjet, rregulloret, në praktik, gjitha punët që kanë veç borxhi s'ka mirë. Po. Nëse bën Avdia tha është një kaos, kam menduar sigurisht. Unë mendoj që situata nuk është shumë e mirë përgjithsisht në sektorin e ujit, po asnjëherë s'ka qenë më mirë se sa sot. Asnjëherë s'ka qenë më mirë. Këto duhet më pajtu të gjithë. Nuk është mirë, po asnjëherë më mirë s'ka qenë. Edhe atëherë kur ka qenë zoti Xhanbalaj, aty ne kemi bashkëpunuar më herët me zotin Xhanbalaj, e njihëm prej qysh më herët, po asnjëherë situata më mirë se sa sot nuk është në sektorin e ujit. Problemi është që duhet me u bë më mirë, po, duhet. Në sektorin e ujit thas kur më mirë se kanë Prishtina 12 orë kanë herë 12 orë ditë kemi pas ujë. Prishtina vazhdon me pas ujë ditën. Po Prishtina s'ka me pasën se vazhdon ky trend i rritjes, zoti Muhamet. I cili trend? Rritjes se qytetar konsumatorë të ri, për çdo javë kemi 400 konsumatorë të ri, për çdo javë. E ki 10.000 konsumatorë në vetë të ri, e ki një Lipjan që ti vjen në Prishtinë për çdo vit, ose një Drenas që vjen për çdo vit në Prishtinë. Edhe përderisa ka kështu trend të rritjes, ka mu zvoglu. Prandaj është fatmirësisht, jemi me fat që është fillu fabrika ujit në Prishtinë. More, kur kemi me pas ujë, hajde pra, nëse për rritë. E kom thonë, viti 2016 ka me qenë Prishtinë ka me nëzonë me 24 orë me ujë. Do me thonë, qytetar të Prishtinës, edhe 2 vjetë, zoti Gjelërzbata, po premton, po, 2016. Po, qytetarët të nderuar, në viti 2016 ka me qenë viti me fatë që ju keni me pas 24 orë me ujë. E këto e premtoj sot, që kanë premtu në këtë studio, që nuk keni me mjetë vjerës pa ujë, edhe sot e premtoj që viti 2016 ka me qenë viti që ju keni me pas ujë 24 orë. Edhe mbjetëm mbrapa kësaj. Shikues nderuar, nesër është festa e 28 nëntorit, ne do ta marrim për fjalë zotin Vataj, a do të na premtoni gjithashtu që do ta paguani edhe borxhin? Po, patjetër. Si dakordohem me kompani tjera? Kur? Si dakordohem? Që nesër se dakordohem. Gjithashtu para kamerave. Po, patjetër. Si dakordohem me kompanitë regionale tjera. Mos me bo një blok këtu, se po e mirë mësu me bloke, është mirë mos me bo bloke, po gjitha kompanitë publike të cilat kanë mundësi me shly borxhet, ose s'paku me minimizu sa ma shumë, është mirë të shlynë këto borxhe, sepse është ma letë edhe për ministrinë tonë, për me kry do proceset të cilat na obligojnë aty, edhe me ditë saktë se kush shfrytëzon sa dhe sa jem të obliguar si ministri që të sigurojmë ujin për të ardhmen. Unë këto sisteme të blok, të themi, kësha dash, mos shkohet, unë e kam parasysh, edhe jemi mundu, disa herë kemi bisedu edhe me, e ka prit edhe kryetarin e shoqatës, e ka prit ministri shumë mirë din disa takime, janë mundu edhe ministri e jonë me u fut problematika apo në hallin e tyre e kompanijeve, po megjithatë ligjet janë ligje dhe duhet zbatohen, duhet kryen obligimet ndaj ministrisë, sepse këto janë si lloj cilku, i kthehen përmes ministrisë së financa, kthehen këto mjetet te kompanitë publike. Përmend dakordimin, a ka ndoshta dakordim për mos me pagu? Jo, absolutisht. Ka iniciativë, unë e theksova edhe më herët, ka iniciativë për mi dërgu kërkesat tona drejtuar Ministrisë së Mjedisit për më na liru për kësaj takse për një periudhë derisa të ngriten kapacitetet e kompanive regionale të ujësjellcave. Mos harro se neve nëse kemi një obligim 500.000 euro si kompani regionale ndaj Ministrisë së Mjedisit, Ministria e Punës i ka 35 milion euro për buxhetin e kompanive regionale. Dhe tash, nëse themi këtu është dëmtu buxheti publik, do më gabojmë sepse nuk është dëmtu. Gjithë këtë kemi edhe pak kompanitë përgjithshme, pak po thëmë, sepse janë vetëm 3 që nuk e kanë asnjë cent borxh Ministrisë së Ambientit, edhe ato përkundër që private naim, a keni identifiku kompani private dhe publike që kemi raste konkrete, është banja në Dobërçan e cila i kryen obligimet, ti viti nuk i ka përfunduar ende sepse ka afat ende publike? Publike të gjitha vëzhlinë. Të gjitha janë vëzhlinë. Ndërmarrjet publike të ujësjellcave, edhe këta e theksova, për shkak të vështirësive financiare që ato përballen.
për afarizmin e tyre. A keni mu dakordu me pagu, se zoti Bayraktori po thot nuk duhet milion vullnet kompanive. Me nda bonuse për antarët e bordeve. Në momentin që ne, në më thonë, marrin një përgjigje... Kompanitë të ujësjelëzve, pse nuk po kanë vështirësi financiare me nda bonuse për antarët e bordeve? Ato për të Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ata janë antarë. Për mi rrit pagat. Vetëm diçka, ujësjelësi i Prishtinës për momentin i ka projekte në vazhdim, janë 17 milion euro, që të bënë për Prishtinë të ndru gypat, që disa kryetarë komuna nuk e din kush është të i bo, kryetari komunës Fushë Kosovës nuk e din të thotë KFV është të i bo, nuk është të i bo KFV, po është të i bo ujësjelësi nëpërmjet KFV-s. Ujësjelësi Prishtinës. Është një punë që ju takon me bo. Jo, vetë më falë. Kur që tjarë zakonshme nuk keni të bo. Vetëm pak. është një obligim. Ki drejt, për nuk mujmë në para 60 viti që nuk është ndru, kur ka qenë Zoti Avdi fëmi, obligimet që janë bua atë nuk mujmë sot në me i pagu. Po, është puna për ndoni bonuse, po puna për punë për ndoni bonuse, Zoti Vataj për punëtor. Çdo gjë që është bo, zyra auditorit përgjithshme me gabohe, asnjë gjë nuk ka gjetë keqe të ujësjelësi Prishtinës. Nuk jarë, po paguën të ndonë bonuse për antarët e 200.000 euro bërç, 200.000 euro bërç. Linda i shtetit, unë e këto nuk pa e kuptoj. Më falë, naim. Kanë me miliona bërç ndaj kompanive publike. Ujësjelësi Prishtinës, po e them, është prej buxhetit vetë për çdo vit i ndonë 3 milion e gjysmë investime prej buxhetit vetë në investime kapitale. Mos harro. 3 milion e gjysmë. Qytetarëve, cilët po patjetër, nuk janë para të ujësjelësit, janë të qytetarëve. Po qytetarë, po ujësjelësi i kthen në investime. Është 17 milion euro që është të investu e është 35 milion euro fabriken. Që në mendoj që qytetarët janë me fat që kanë këta njerëz që u heqin. Deri sot nuk kanë pas qatë shumë fat, po... Ti me ndonë, Prishtinë qytetarët e paguajnë... Të ki syve atë gjyre në syve të brezë, dhe që zi, nëse ki dorë që barë nejmë. I keni bërç 200.000 euro. Në Prishtinë e paguajnë qytetarët, po ju i keni 200.000 euro. Së po thome paguajnë 100%. Jo. Nuk po thome që paguajnë 100%. 30% do më thonë nuk kanë pagu fare për të faturimit. Po ju gjelosh, deri stash më do këtë punën ma qëllume keni me sanimin e rjetit. Se e keshi prunu 3 fabrika keshi me i pas, edhe 5 Prishtina si të shkin pas ujë. Të po ju garantoj une, se keni pej shprasit të në shtjerrin, keni me qitë pej shprasin e shtjerrin, pra ndaj që kjo është puna është punë e mirë. Për mua është ma e mira. Këto e ke mendu na, sepse një gjë, na kemi dasht... Se keni mendu se ato ka ditë gjithë kur që janë 70% humbje. Falë vis pak. So? Së është e vërtet? Së është e vërtet? 48% ka Prishtina. 48 sot i ka Prishtina. 48, falë vis pak. Apo më të regon një gjelosh. Vis pak avdim, a bon këtem. Dakord. Unë po të regoj, para se më bo fabrika avdi, e kemë mendu që ti zvëgrojmë humbjet, mos të investojmë diçka e ki rjetin e shtjertë, që vë thutje dhe të humbojt. E në vend për 48 humbjet që i kemë sot, me i bo 60 nese kër shohet fabrika. Po kemë mendu që të redukohen humbjet qashtë sa munden me rjetat reja, në Prishtinë, edhe aty ku kemi mujt, edhe Fushë Kosovë, edhe një pjesë në Bilic e Graçanic, e mas andej shohet fabrika. Ta mërmen një gjelë është bataj, sa kishin me qenë humbjet me pas rjetin në ngarkes 24 orë? Sa kishin me qenë ato humbjet? Kishin me qenë 15% ose 20% ma shumë, sigurisht. Po të garantoj. Po, unë e 12 orë nuk kam, nuk janë që kish me kënë 12 orë, nuk ka rjedhje 12 orë, e kem kursy rjedhje. Po, si humbjet. Po, e kem kursy humbjet, i kem kursy. Prandaj, ajo keni qasë, ka dhe aty, që kështë mujtë me bisedu, a keni rrugën ma drejtë. Sepse në shdasht me vunë, tisa ujmatës rajonal, edhe me identifiku kuj kemë humbjet ma të mdoja. Komplet i kemë adhi. Po, këta ujmatësat sektorit i kemë komplet. E një diçka, po të tregoj, nuk është vetëm ujësjelësi Prishtinës që ka obligim dhe qytetarëve. Kanë obligim e kryetarët e komunat, cilët kanë premtu që kemi me pas ujë, e une po të tregoj, disa kryetarët komunës kom pas takim, me ta ju kom thonë, hajde zëtni, urna, t'i vendosim ujmatësat për si një konsumator. 50 ju, 50% na. Të hymë për me ndihmu konsumator, sepse ankesat kryesore sot i ki, unë e paguj, sikur unë me 2 antarë, sikur ai me 5 antarë, që nuk është e drejt, po prapë se prapë ne kemi qenë të obligum, se ki një ujmatës. Me hyja investime komplet me ndru është 10 milion, 15 milion euro investime, cilat nuk i kemë mjetë. Ja që po thuatin nuk ka të bëjmë me ju, se ka pas një vendim të kuvendit komunal, komplet Dardania i ka pas ujmatësat, dhe atëherë na jo ndërmarrja atëshme, s'ka dasht me hyne për... Jo, më falë, avdi unë në Dardani jetoj, nuk kam ujmatës. Ka pas një pjesë që ka pru me vendim të kuvendit komunal, aty ku ka, aty ku ka, sot i shkujnë. Sot i shkoni, tash i shkoni. Hymet e me të lutem,
Po tash unë po flas për tash avdi para 60 vitës më fol. Unë po tregoj hyjme teme e kam një Imac, një person e ka, një konsumator e ka Imacin aty lezohet, neve tjerë na shpëndohet me shumë qytetar, masi po përmenem tash rrjetin e ri që ne duke instalu në rajonin e Prishtinës. Shumë qytetar na kanë shkruar në kallzo.com kanë raportu për rrugët janë anku të cilat kanë mbet me mujë të tërë të shkatrum nga ana e sjelljes. Ka pas deklarata edhe nga Komuna e Prishtinës, edhe nga zyrtarët e kompanisë suaj se kjo mund të rregullohet apo të përfundoj kur të kryhet instalimi 100%. Pse o dasht kaq shumë kohë me prit me u kthy gjendja? Ka filluar tash në disa pjesë qytetit Prishtinës të shtrohen rrugët edhe në fushë Kosovë. Po pse u dasht me prit kaq shumë? Po him sezon dimrit jemi. Apo përgjigjem. Po. Sepse kanë qenë 91 kilometër gypa tu shpërnda. Janë në rrugë 91 kilometër. Janë në fushë Kosovë është diku rreth 37.550 metër gjatësi. Në Prishtinë lagjet muhaxherëve është 32.280 metër gjatësi gyp. Primar, sekundar dhe terciar, deri te kyçe shtëpiake që zoti Avdien e këta tjerë e din çka është ajo. Ndodon është 20.703 metër, edhe kemi 66.1 kilometër kanalizim që do të bëhet ndodon që do të ndrohet. E unë mendoj që ujësiesi i Prishtinës, unë i kuptoj edhe kërkoj mirëkuptim për gjithë qytetarëve, po ujësiesi i Prishtinës është të bëhet një punë e cila asnjëherë nuk o bëhet. Pse nuk e keni ndonë për faza, po e keni hi krejt kështu rrugëve dhe mandej qytetarët të qenë më anku shumica rrugëve, po flas për pjesën e Bregut Dillit, qytetit prej të njëjtën kohë. Zoti Muhamet, vetëm pak. Një gjë, ne kemi në bashkëpunim me Bankën Gjermane dhe Qeverinë Gjermane për cilën e falenderojmë. Është bëni plan. Ne e falenderojmë, edhe na kemi më falenderuar, po mo a keni me prej asfalt ju në Prishtinë? Po aty ku duhet me ndrru gypi kemi prej. Po jo me këtë projekt. Jo me këtë projekt. Pyet një herë për gjithmonë, po duhet tash herë. Jo, në fal. Një herë për gjithmonë aty ku ndrohet, një herë mo nuk preket aty. Po që për shembull në Breg Dillit, nuk do të prekë për ndrysh se ka që janë asfaltuar para 2-3 vjet që janë asfaltuar rrugët, e keni rrugën Femi Agani është asfaltuar, so krye infrastruktura, so krye din. Sa të lashit i kem pas vetëm pak avdi. Vetëm pak avdi. Sa të lashit i kem pas me ju që unë kom pas mirë, kom thonë gjithmonë faleminderit se keni quar kur on dashte kur kem sa është zemra e qytetit. Po është e asfaltuar me rruga sa infrastruktura. Vetëm pak, një gjë. Ujësiesi i Prishtinë, çfarë është problemi mos huhet faji diku tjetër. Unë po them, për shto që kem prej, na jem po. Ujësiesi i Prishtinës këto rrugë që ka prej 90% do të asfaltohen këtë vit. Edhe janë të asfaltuar. Edhe një muj det. Janë asfaltuar. Këtë vit. Po thoni edhe në këtë vit janë edhe një muj det. Po, edhe jo një muj det, edhe 20 dit. Edhe jo, edhe një muj se s'kemi ali vetori im. Nuk më shkur ka burr me asfaltu. Po nëse na lejmë koha, 90% kanë më asfaltu sot. Sot e ki mbi 60% asfaltuar. Sot. 60% jeni sigurt? Po, shumë i sigurt, sepse kam marrë informacion. Mbi 60% sot janë të asfaltuar. Prishtinë, fushë Kosovë, po është unë puna më e vërtetë që mund të më kanë, ajo është. Edhe njerëz që janë të punuar aty, ata janë heroj. Edhe për qytetarët cilët unë prap i mirëkuptoj, heroj po, heroj sepse po ndruan gypat, vetëm se paguën edhe borxhin që e keni ndaj shtetit, edhe na ishim pajtu me pagu më shumë si qytetar, nëse edhe ju e kryeni obligimin ndaj shtetit buxhetit të Republikës Kosovës. Zoti Muhamet, për juve, për juve, kisha pas dëshirë zonjonin që e merr këtu asi me fillimisht nëse bisedohet për ujë, më thon bëre fakturën ujit sa ki borxhin. Kishte më qenë mirë. Sugjerim për tarmen, lutem. Ananimon ti anasiguron. Po patjetër. Unë ta kam thonë edhe një herë, edhe sot publikisht po të ftoj për kuvendin e Kosovës, për gjitha kuvendet komunale. Unë borxhin kemi pas vetëm kërko për adresat. Gjithashtu na ke premtuar që kemi na dhënë emrin e borxhlive më të mëdha që nuk e kemi. Kush janë borxhlit më të mëdha? E dini në Kosovë? Po, absolut. Kush janë? Hajde për publik. Një gjë, unë sot nuk jem përgatitur, sot i marr për një temë tjetër, nuk jem përgatitur. Hajde që nesër hajde merre. Që nesër hajde merre. Faleminderit shumë. Për kush në ujësies Prishtinës, lutem. Në ujësies Prishtinës, jeni drejtori i ujësies Tirana Prishtinë. A mundemi pas edhe për kompani tjera nëse jeni drejtor në krye të shoqatës? Besoj që për brenda një jave mundemi u mbledh gjithëve, domethënë borxhin e institucioneve apo borxhit e mëdhenj, pavarësisht qofshin ata, sa i përket buxhetit që pagesat që kanë me bë këta, normalisht që ne jemi gatshëm me kry pagesat me aq sa mundem, sa kemi mundësi financiare, por njëkohësisht kërkojmë edhe për institucionet që kanë borxh për ujësielësat, siç është Ministria e Punës, që t'i kryejnë ajo pagesat e veta që janë 10 miliona, 35 milion dikon shifrat që i kemi neve. Zoti Baraktari, na morëm premtim nga zoti Vataj shumë konkret, edhe nga zoti Jashari. Jo, a mundem na dhoni premtim kur kemi pas borxhin final total që kompanitë kanë ndaj jush?
Cëllat kompani? Kompanit që s'pe paguajnë ujin taksat ujit, kompanit publike, edhe private. Për kompanit publike është pak më lehtë, sepse kem edhe organe tjera ku nxjerrim atë borxh sa kanë, vetëm ne po dojmë gatishmërinë këta për me paguë, sepse mund ta nxjerrë për Ministri i Zhvillimit Ekonomik apo për zyres rregullatorit ku ata i tregojnë shifrat e ujit të shfrytzuar dhe ne prej aty mos them që edhe ne mund ta rregullojmë saktë. A mundem me pas me saksu se ka udhëzimi administrativ është ka viti 2006, 2011 e ka paguar për herë fundit. Mund ta kalkuloni për kompanitë publike. Po na nuk kemi zyrtar të ministrisë. Merë raportin për zyres rregullatorit ose prej Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, edhe shumë mas lehtë është për me kalkulu sasinë e ujit të shfrytzuar prej kompanive publike. Ma vështirë kemi me kompanitë ambalazhuesit e ujit, të cilat deri me tani nuk kanë sjell asnjë raport dhe tamon janë bënë blok kështu të cilët e kanë bënë blokad, kanë pas disa takime me ministrin, janë premtuar se do të shkojnë. S'po në bazë të ligjit që përcakton maksimumin, zoti. Jo, se ti kur jepet leja ujore për kompanitë ambalazhues, ti realisht ja e kalkulon. Atë nuk mundet me ju ndihmon këtë rast? Do të na ndihmon nëse faktikisht vim deri te vendimi i fundit se të gjitha janë shtirë, të gjitha bisedet e kompromiset, edhe ata në fund përsëri dojnë me shku me atë blokadë, atëherë çfarë kompromis me zbatu ligjin? Kompromis me zbatu ligjin të miratum edhe udhëzimin administrativ të ministrisë, cilën punon. Nuk ka kompromis. Jo kompromis me neve, bisedimet. Se ata ka arrit një kompromis që mbrana këtij viti do të shlinë obligimet. Ata e kanë dhënë një premtim kështu si shoqat te zyra e ministrit se mbrana këtij viti do të shlinë obligimet. Nuk kanë bërë kompromis, po janë një lloj zotimi se do të shlinë. Neve njoftimin e tyre apo kërkesën e tyre për ulje të tarifës, ne kemi dërguar te Ministria e Financa. Dhe nëse Ministria e Financa e aprovon një çështje të tillë, atëherë ndoshta me një vendim, edhe na sjell ministrisë tonë atë vendim, ne si drejtori do ta marrim parasysh. Derisa nuk kemi një vendim, do të insistojmë që për Ministrisë Financa ti kemi shifrat e sakta për ujin e ambalazhuar dhe të shitur. Kam vendos pika me të gjitha këto institucione, me të gjitha këto kompromise, bashkëpunime, me të gjitha këto institucione. Unë besoj në 3 mujorin e parë të vitit të ardhshëm këto gjëra duhet përfundojnë derisa ata brenda vitit i kanë afatet me i dorëzuar raportet. Në moment që i dërgojnë të gjitha raportet në Ministria e Financave, ne do t'i kërkojmë edhe do të fillojmë me masa dhe matash. Po e nisim prej juve zoti me një takim përbashkët që e kemi, sepse më mirë ndoshta do t'ju kish dhënë këto dhëna vetë drejtori i inspektoratit, ka qenë një takim sepse i është dhënë një afat mas gjitha padive që i ka dërguar për gjykat, përsëri procedurat vonohen në gjykat dhe ne do të shkojmë me masa të tjera. Cilat do të jenë masa të tjera? Të gjitha ato kompani ambalazhues, të cilët se ka përfill asnjë kriter, se ka kompani e cila ne dim shumë për të dhe nuk vjen as me apliku për leju jon, do të shkohet edhe me mbylljen e veprimtarisë së tyre. Edhe pse kjo do të krijojë probleme sociale, sepse të gjithë stafi i cili punon aty, ndoshta detyrohen të shkojnë në shtëpi. Ndoshta kjo është një politikë të cilën nuk duhet t'i referohem, sepse politika në këtë drejtim i harton qeveria, sa duhet shkohet me këto masa, nuk duhet shkohet, po sidoqë ne jemi të gatshëm me implementuar dhe do të insistojmë edhe te ministri i jashtëm, me që tash jemi në fazën e ndryshimit këto, që më njëherë shkohet me zbatimin e masave. Përfundu për me kalu te pjesa e fundit. Ju përveç që jeni drejtori i departamentit të ujrave, gjithashtu jeni edhe antar i bordit të hidroregionit Jugor Prizren, kryetari i bordit, po. A është konflikt interesi kjo, apo konflikt morala, diçka? E kam vendimin prej Agjencionit Antikorrupsion se nuk është dhe unë qëndroj mbrapa atij vendimi. Po, e kemi po. Pse ai keni deklaruar të gjitha pasuritë në Agjencinë Antikorrupsion? Të gjitha. Për një shkrim që ne kemi raportuar në qershor 2014 borxhet e drejtorit të ujrave, apo na shpjegon, është fjala për keni punu si ekspert i jashtëm në projektin e mbështetën nga organizata Gjermani Gez, a ju kanë deklaruar? Po, keq kuptim se është edhe drejtori këtu do t'ja shpjegojnë sepse ata mjetet shpenzuese nga regjia na tregon mjetet shpenzuese, të cilat ata i kanë derë, është gabim, i kanë derë në gjellogajnë time, sepse ata kanë atë procedurë, por nuk janë mjetet që janë derë personalisht për mua. E kanë shpërdorur vetëm një proces, sepse ata në atë proces nuk kanë pas mundësi me lëshu mjetet. Unë kam qenë si pjesë ndihmuese, si ekspert, apo si një si kësaj problematike për shoqatën. Nuk kam pas një çështje që është debatuar aty. Faleminderit. Fillim vitit e kemi nisur me një mision për problemin e thatësirës, mungesën e ujit Prishtinë dhe rajon. Po e përfundojmë prapë këtë vit me njërin prej misioneve më të rëndësishme për problemin e borxhit, taksës ujit dhe mungesës ujit. Vitin tjetër, a kanë me pas ujë me pi 24 orë, nëse jo, sa orë? Me gjallë, zoti Muhamet, une kam qenë këtë pozicionin të kohë fita imi, dhe më është bon kjo pyetje për juve, që a do të kenë që në
janar, a do të kenë qytetarët tonë ujë me pi në verë. E atëherë kom premtu që po, ju garantoj, sa të jem unë në pozicionin këtu, ju garantoj që do të kenë ujë. Edhe këto e kem dëshmu, ka pas ujë. Nuk kanë qenë situatë shumë keqe. Ka mungesë ujë, ka mungesë ujë, nuk ka pas. Më falë. Situata, për e them, ujësirës i Prishtinës, ky sistem që është ekzistuar, është planifiku për 250.000 qytetarë, jo për 600.000. E qka nëse s'kemi borë edhe s'ka shi, a kemi me dalë prapë një nanë shkort vitin 2015? Jo, sepse nivelli liqejve sot është shumë i mirë, edhe kemi mundësi me shty për 2 vite derisa të bëhet fabrika. Edhe donë qytetarët edhe njerë, për them, vitin 2016, do të kenë fatin që të plëtsot andra qytetarët tonë me 24 orë me ujë. Po qëfar andra për ujnë shekullin 21? Zëtë Muhammed, unë nuk jam 100 vjeqar, po kjo që jam, e s'ka mund me punu para se me linë. Faleminderit shumë, shikos Leroy, me shpresën që kemi me pas ujtë peshëm me pi fillimisht në shekullin 21, vitin 2015-2016, gjithashtu me shpresë që kompanit publike dhe private kanë me pagu borgjin që e kanë, sepse është borgj ndaj shtetit Republikës e Kosovës, budgetit, dhe kjo kish me ndihmu edhe qytetarët me pagu gjithashtu obligimet e tyre. Për çdo temë që ju keni, natyrisht mund na shkruani në kallzo.com si tema e sonte me që e diskutuam. Faleminderit shumë. Deri të ardhmen nga unë Muhammed Herullah, natën e mirë dhe mirë mbetçe.